Pas një hetimi të thelluar dhe të zgjatur për rreth 5 muaj, autoritetet shqiptare kanë finalizuar me sukses operacionin policor të koduar Puzzle, që synonte goditjen e një sër rrjeti të strukturuar kriminal të përfshirë në trafikun e armëve të zjarrit nga Kosova drejt Shqipërisë. Operacioni u zhvillua nga seksioni për hetimin e trafiqeve të paligjshme në bashkëpunim me forcën operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Gjatë këtij operacioni u përdorën metoda proaktive hetimore që çuan në identifikimin dhe goditjen e rrjetit kriminal. Si rezultati i operacionit, janë sekuestruar 14 armë zjarri, përfshirë 12 pistoleta, njëra prej tyre me silenciator si dhe 2 armë automatike. Gjithashtu janë sekuestruar 2077 fara kanabisi, sasi municioni luftarak, disa krëra armësh, 3 automjete dhe 8 celular që dyshohet se janë përdorur për koordinimin e veprimtarisë kriminale. Hetimi çoi në identifikimin e 12 shtetasve të dyshuar si pjesë e këtij rrjeti, që merreshin me sigurimin dhe transportin e armëve kryesisht nga Kosova për t'i shitur në Tiranë. Nga këta, 10 persona janë arrestuar, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Të arrestuarit janë Emirel Tusha, 32 vjeç, Leonardo Haxhiaj, 21 vjeç, Fabricio Berberi, 26 vjeç, Ricardo Hajdaraj, 21 vjeç, Visar Murati, 23 vjeç, Kevin Farruku, 18 vjeç, Geraldo Muraj, 22 vjeç dhe Adriano Shehu, 23 vjeç. Ndërkohë, në datën 1 prill 2025 në kuadër të njëjtit hetim, janë ndaluar në flagrancë dhe 2 persona të tjerë, Altin Pajaziti dhe Kadri Prushi, të cilët u kapën me 2 armë zjarri të dyshuara të trafikuara nga Kosova, me destinacion final tregun ilegal të armëve në Tiranë. Gjatë kontrolleve të ushtruar në banesën e njërit prej të ndaluarve, Kevin Farruku, policia gjeti dhe sekuestroi 2077 fara kanabisi, shkangre dyshime për përfshirje të rrjetit edhe në veprimtari të tjera kriminale. Hetimet kanë zbuluar se grupi kriminal siguronte një pjesë të armëve nga Kosova, të cilat i kalonin në territorin shqiptar përmes kufirit duke përdorur automjete të vogla dhe rrugë të ndryshme dytësore. Për të shmangur kontrollin e autoriteteve, ata transportonin sasi të vogla armësh në çdo kalim. Megjithatë, veprimtaria e tyre nuk kufizoi vetëm në trafikun nga Kosova. Grupi kishte baza edhe brenda territorit shqiptar. Gjatë operacionit është zbuluar një bazë e grupit në qytetin e Burrelit, ndërsa është dokumentuar aktiviteti i tyre edhe në qytetet e Shkodrës, Laçit, ku u kapën në flagrancë teksa shisnin armë. Hetimi tregon se ata tregtonin kryesisht pistoleta, përfshirë edhe armë të tipit Glock, si dhe armë automatike. Çmimet për një pistolet varionin nga 1.500 deri në 2.500 euro, në varësi të tipit dhe origjinës së armës. Aktualisht vijon puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim si dhe për dokumentimin e plot të aktivitetit të grupit kriminal. Policia shqiptare në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e Kosovës po punon për identifikimin dhe ndalimin e pjesëtarëve të tjerë të përfshirë në këtë rrjet. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprimtari të mëtejshme ligjore.